Në prag të festave të fundvitit, Zylfi Tola e ka kthyer tashmë në traditë mbledhjen e miqve dhe shokëve të vjetër, edhe pse gjatë të përditshmërisë ata takohen shpesh. Të gjithë janë në moshë të tretë, antar të klubit të pensionistëve dhe të komitetit të veteranëve të luftës, dhe ky takim shërben si një kujtesë e gjallë e viteve të shërbimit, sakrificave dhe miqësive të ruajtur ndërkohë. Që 5 vjet takona na veteranët, takona na shokët e moshës tretë. A e dini se na kanë ikë shumë shokë të vit, a i nisë për në përjetësi, të asaj rrugë, gati jemi edhe në, po inshallah më shpres, e shtime dhe 9 kilometër. Takohemi shokë të qitetit. Ne në Buzmadhe e kemi një zakon, kur e kemi, do të je një fici gjetën, i e lalja, i e dure. Kur e ki e gatë, e kam vla, edhe na mes njëni qetit e na vlasën. Për ditë takona me gjesë. Përshëndetje Gjelal, përshëndetje Luan. A fete, si e kalove? Unë e kam vlajnë në ndush, se kam pa që 5 muj. Më e po, akni kolbin e shumë për ditë. Se di, ademi, që kemi, merë ose fi, po. Pra, e kam fjallën, jemi qitetarë, po jemi edhe shokë, jemi edhe vlazën, jemi edhe kolegë. Në aktivitet ishte i pranishëm edhe nënkryetari i bashkisë Abdullah Domi, i cili theksoi rëndësinë e mbështetjes ndaj brezit të tretë dhe ruajtjes së traditave qytetare. Në emër të Bashkisë Kukësit dhe të Zotit Albert Alilaj, ju falenderoj për ftesën, po edhe ju falenderoj për gjithë aktivitetet që i zhvilluar gjatë vitit 2025. Veteranët, fakt, kanë qenë ato që kanë mbajtur gjallë një pjesë të mirë të aktivitetet që janë zhvilluar në bashkinë tonë. Njerëz vital, njerëz edhe pse me një moshë kanë ndjekë në mënyrë të vazhdueshme aktivitetet që janë zhvilluar. Unë uroj që secili për ju të ketë shëndet mas pari, vetë dhe familjet tuaja, të jeni vital si që jeni në fakt, dhe të jeni krenar për atë që keni bërë në funksion të komunitetit për dhe shoqërisë gjatë viteve që ju keni qenë aktiv. Unë ju garantoj edhe në emër të kryetarit bashkisë se do të jemi bashkëpunues për gjithë problematikën që mund keni në vazhdimsi, duke mundur që të bëjmë më të mirën për t'ju ofruar sa më shumë kushte komode aty kur rini në qendrën ditore, po edhe në aktivitetet që do zhvillohen nga ana e shoqatës tuaj apo e Komitetit Veteranëve të Familjes Dëshmore. Po ashtu, poeti popullor dhe ish ushtaraku Riza Vata vlerësoi kontributin e Zylfit Tolës ndër vite, duke theksuar rolin e tij në ruajtjen dhe kultivimin e vlerave të kuksianëve, sidomos në kohën kur tradita rrezikon të zbehet. Zylfi Tola është nga ato burra që mban lart vlerat e kuksianëve, një advetar shumë i shkëlqyer që për kohën e sotme ai rrezaton. Është pikërisht Zylfi Tola që 7 muaj i bën në Buzmadhe, në vendin e lindjes. Dhe tashi, me shumë dëshirë dhe madh, vjen për të takuar përsëri me shokët e vet, me ato që i ndjen më afër. E tha në fillim dhe unë e lexova shumë mirë, me vëllezër takohemi rrallë dhe telefonat po bëjmë punën e vet, ndërsa ne jemi përgjithë. Ne shkurt jemi të lumtur që arritëm në këtë fund viti me rezultate, me shëndet, ashtu siç e kemi, me problemet tona. Në fund të aktivitetit të pranishmit ndan urimet e rastit për festat e fundvitit, me dëshirën e përbashkët që tradita e takimeve të mos humbas dhe të shërbej si shembull për brezat e rinj mbi rëndësinë e kujtesës, bashkimit dhe vlerësimit të njerëzve që ka dhënë kontribut për qytetin.